Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk po gjej dot burr. Këngëtarja e njohur shqiptare kërkon ndihmë publike. Këngëtarja e njohur shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka zgjedhur një mënyrë jo të zakonshme për të folur për jetën e saj private. Përmes një postimi në rrjetin social X, ajo është drejtuar drejt për drejt ndjekësve të njohur si Rexhars, duke kërkuar ndihmë për të gjetur partner. Në një listë të detajuar, artistja ka zbuluar hapur kriteret që sipas saj duhet të plotësojë mashkulli që ajo të ketë pranë. Përndryshe nga pritshmëritë që shpesh lidhen me figurat publike, Bebe Rexha thekson se pamja perfekte nuk është vendimtare për të. Ajo shpreh se një partner të vlerësohet si 6 apo 7 nga pamja është normale. Sa i përket gjatësisë, këngëtarja ka një kërkesë të thjeshtë: partneri të jetë mbi 1,73 cm, kryesisht që të jetë më i gjatë se ajo. Një nga pikat që ka ngjallur më shumë reagime në rrjet ka qenë qëndrimi i saj ndaj parave. Bebe Rexha thekson se kërkon një partner të suksesshëm dhe të pavarur ekonomikisht, duke nënvizuar se nuk pranon marrëdhënie ku ajo ta mbajë me lek partnerin. Përtej aspektit fizik dhe atij financiar, artistja thekson se karakteri dhe vlerat njerëzore janë thelbësore. Ajo kërkon një person besnik, të zgjuar, me moral të mirë, ambicioz, të motivuar për jetën dhe që di çfarë kërkon.